أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na lehtësoi dhe na mundsoi që të qëndrojmë disa çaste në vendin e dashur të Tij. Në netat më madhështore tek Allahu Azza wa Jall. Lusim Allahun Azza wa Jall që sikur Allahu na I lehtësoi që të qëndrojmë në vendin ku e pëlqen dhe don Allahu Azza wa Jall na mundsoje që të jemi banor të asaj që e pëlqejmë dhe e dojmë në ditën ku ta takojmë Allahun. Vëllezër të ndershëm, të fliq për Zotin tanë a çështje madhështore. Nga se Allahu Azza wa Jall thot wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Njeriu nëse përpiqet që ti numëron begatit dhe dhuntit e Zotit dhe vetë, s'ka mundësi vetëm që ti numëron. E ma e çuditshme nga gjithë kjo është paramendoje ti analizoje logjiko dhe mendo se si Allahu Azza wa Jall gjithë këto begati që ti ka dhonë, me gjithë ata Allahu po I dhërohet për një çështje që nuk po ndodh prej ty. Me çfarë më shumë Allahu Azza wa Jall zemrohet nga robët e Tij. Që ta kuptosh madhërinë e Zotit tanë, a thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall zemrohet dhe I dhërohet me robin e vet në ato çaste dhe në ato momente dhe në atë kohë kur robi vet tregohet I pa aftë që të lutë dhe të kërkon nga Zoti vet. Gjithë begati që ne ka thonë. Nëse ne përpiqemi që ti numërojmë, s'kemi mundësi mi numëru. Mirë po sikur që Allahu po na thot lip Allah se unë jam gjendje Allah me tonë. Kërko çfarë nevojitet, se kërkesa jote është tek unë në konsiderat. Çdo kërkesë që I paraqitet një krijese prej krijesave të robëve të Allahut Azza wa Jall në këtë dunjë është pikpyetja pranore. E vetma kërkesë, e vetma lutje që tek Allahu Azza wa Jall nuk kthehet është kërkesa e robit drejtuar Zotit vet. Para të thënë të pejgamberi Allahut, a keni dëshirë me ditë se cili njeri është më I paafti, ma pasivi, ma përtacin si përfaqen e tokës, është ma përtacin cili priton që kërkesën e vetë me ja paraqit Zotit vetë. As duhet me rezervim, as duhet pagesë, as duhet as gjonë. Kërkesën tonë e veç me ja paraqit Zotit tanë priton. Kja është një njeri ma pasiv si përfaqen e tokës. A nëse doni me ditë se cili është ai njeri ma koparac në këtë dunjo, ai që priton me tonë selam. Mbranë marabo. Selam zdi me dhone. A thokë si thot Ibn Abbas, me pas magji halal në Islam, magjia halal në Islam kishte qenë selam.
Di njerës kur zduhen njëri me qëtë. Ta një jetës janë dorë. Dhe se a merë menja këti që i kanë mundësi mu dasht, veç mi ndru selamat, Allah i qonë me dorë. Se selam është emri Allah. Ratë pejgamberi Allah të dhe ke ja Enes, kur dilë shpishpije jep selam, dhe kur t'hish shtëpi jep selam, se bereqeti Allahut Azza wa Jall zbrit shpirtin tonë. A disa ka zbrit bereqeti i këti selamit dhe duas pejgamberit Allahut në shtëpinë e Enesit, bret pak shpëpuq. Nuk ka pas njeri ma pasanik se Enesi pas vdekjes pejgamberit Allahut. Dhe nuk ka pas e vlad ma shumë se sa Enes ibn Malik. Veç transmetohet me një transmetim se Enesi para se me vdekan i ka boros afërsisht 120 fëmijë të vetëm. Nga ja Enes 120 fëmijë. Në epideminë e Mekës mbi 80 i kam vdekë për një ditë. Enes ibn Malik, shërptori pejgamberit Allahut, arriti ketë me atë shëne po flasmi, me një luqet pejgamberit Allahut. Ta o Zoti madh, shtoja pasurin, shtoja vladet, zgjatja jetën, dhe një transmetim thot dhe mundësoja gjennet. Ta krejt, ta i përjetova deri sa besoni tha të vëros, brezat që i vërosa tha deri sa u mërzita që i fiqun e med. Afer ka vdek 121, hijret. Afer Enes ibn Malik ka jetu mbi 122. Radu dhe do të ndërshëm, ma i pa afti ashtë këtë dunjo që i priton kërkesën e vetë meja paraqit Zotit vetë. Pse Allah në mledhi këteve këto 10 netët e fundit? Shka kërkojmë në? Shka lipmi i shtëpit Allah këtë kohë? Si cilë për neve i ka kërkesët e vetë. Allah të paraqit në. Po ma më rekullu se që kam lexuar në literaturë në hadithet e pejgamberit Allahut, është një hadith el-Qudsi që thot Allahu Azza wa Jall. Hadith el-Qudsi do thot Allahu flet direkt, veç me ata nuk bëhet ibadet, nuk bëhet namaz, ama e ka rangin e Kur'anit. Është wahy. Që kuptimi është krejtësisht, po disa thojnë dhe theksi është i Allahu. Çka thot Allahu? Thot Allahu Azza wa Jall, unë jam mendimin e robit tim, le të mendon në robi jam për mu çfarë të don. Hajde ju meditoni pak. Çfarë mendon ti për Zotin tënd? Çka ta mërmenja, si a Zoti jo? Jo në pamë. A ta mërmenja Zoti jot se është i pasur? Ta mërmenja se Allahu është zengin. A ka ma zengin se Allahu? Ha? A ma e kipër një me avi, shku folëm. Elon Musk, Trumpi, cilët ta mërmenja, ku shama pasëri? Për nuk krasohet me krijesat, po. Pse ti lakmon ma shumë për krijesave, nuk lakmon ma shumë për krijuesit? Atër. Ku a defekt? Nëse Allahu Azza wa Jall din çdo sen, si më shefët asistent, s'ke ku mundësi mu më shef, pse pi krijesave më shefësh, s'ki i qef para kamerën me dal, a nuk e ki e dert se del me gjuna për Allah i tanë? Pse? Pse kur i mëshirësh dirt, i fortifikon dhe i dhënon Zotin tanë, ndërsa pi policijës hik sa ke mundësi maksimalisht?
Pse? Kush është më i ditur? Allahu, më vazhguesi dhe më përcjellësi. Allahu a krijuesi. Pse ruhesh pi spionave, të cilët s'kan mundësi çdo sen me regjistru? A pe i di me legëve nuk ruhesh që cilët raportet e kanë do e mos me e dërzu zotit tanë? Pse? Pse ke mendim mirë për Allahun tanë? Pse i frikësh krijuesit? A nuk i frikësh krijuesit tanë? A din se disa njerëz kanë rënë shirk tek Allahu në dashuri? Allah i ka përmend në Kur'an? E ka ndash dikan sikur Allahun. Pra Allahun e ka ndash, ama dikan sikur Allahun. Thot në ajetin Kur'an i Kerimit që ka për njerëzve që e dojnë dikan, njerëzit i dojnë si Allahun, Ibn Qayyim thot kanë rënë shirk në dashuri. So ban mu i mushrik, këshire vetën tonë, zemrën tonë. Mushrik i kujtje. Liderin tanë, ideologjien tonë, mendimin tanë e tonë si Allahin tanë, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ato që besojnë e dojnë Zotin e tyre më shumë. Pse do stijot kur theren ditë notës shkon pinë macchiato dhe kafe, a kur të kthira Allahu azza wa jall priton? Pse? Pse i rrim nga ditu ministrit, Allahu ku thot qëndron kam para men priton? Pse? Kuante vekë? Dhe të ndërshëm, në krejtësisht duhet me ndryshu mendimin ndaj Zotit tonë. Na mendim të mirë ndaj Zotit tonë s'kemi. Mendojnë se filoni ka me më shpëtu, a Allahu pikpyq, a ka mundësi me më shpëtu. Kemi drovë prej krijesave, as kemi drovë i Allahu. Yastakhfuna min an-nasi wa la yastakhfuna min Allah. Mshefën, tutën pi krijesave, nuk tutën pi Allah. Por të kështë orë në gjami më shumë be kamera kini. Edhe, apo jam në administrat. Edhe, pe diti të na. Shka po di? Kanë me të nalë kafshatën e bukës? Pa Allahu me të nalë shka bëhat Allah. E din se kam të regu juve, kur ishtë në Kajro, është një hoqë Muhammed Hussein Jakub, me këtë barë, që e që moli që të të. Allah e rujtë. Që e me këtë barë. Edhe qdo gjumaj i shkoj këtë në spital, i vizitoj këtë smurit, kisha i njef dhe që si njef. E në veçmi pse, ta ta shëroj zemrën. Shkoj këtë kardiologu. Jo të kardiologu për një me këtë zemrën. Po tha në mrena javës, elbet, pa harroj të një begati që Allah më ka dhuru kur pishofa, gjepi të më jarab, ta në të mirët i pasatëm. Ta edhe hina njëherë, një dhomë, ta peshof njoni pi krevekit, cejke dhe bërtitki. Bërtitki sa ka mundzi. Të pidheri, të motërë, pi thamë, ndimoni më në muselin, o, tha që 5 vetë që shtu. Që 5 vetë, se shaka. Ta kisë në ha ushqim se 5 vetë. Pra dhe, e ka një smunje në lukë, sa që nuk e tretë, ata nuk mund të me bjetu, veç e maj me qumsht, edhe qumsht me vitaminë. I thamë, jep një diçka ma letë më rata trete, atërë më thamë, kivi shumë shë 5 vetë. Ta po disa hatë, 2 orë, këcen pi krevek, i pi dhim të vederi tja trete qumë. Që 5 vetë ta aqështu, ala, Allahu nuk ka po emër që mi po atina.
s'ka injekcion që ja qetëson dhitët. Ne jena fukara, vërtet të varë, amo viç për një jena të varë, viç për Allahun tonë. Ne jena të varëfër, miskin ne jena, s'pa ku me mendu, me pas mendim të mirë ndaj Zotit tanë. Mendim të mirë ndaj gjithë, veç ndaj Zotit tonë nuk kena mendim të mirë. A di kur s'kendemi, rezultati i mos mendimit të mirë ndaj Zotit tanë, kur s'ja partjet kërkesat Zotit tanë, ki mendu keq të Zotit. E dyta ke mendu keq ti kur e ki lut Allahut, Allahu s'tu ka përgjigj me njëherë ki thonë, s'pas ka dhe këtu, apo? Ke mendu keq. Dhe ne, në praktik, veç që këtë hadith që du me cek, me shtin jetën tonë së da duhet i shko. Transmetoni për imagje, këtë hadith e ka nëzirë, do thonë, nona besimtarve Aisha, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dëban dobi roja prej kaderit. Ruj, sa dush. Ku dvejnë e kaderi Allahu, qëronë si, heq për shleperin zë poshtë, ajtë ka po. Ta njoni që do kuptonë kështë e bon deshje, pas ta e qojnë, kuptonë, e qojnë spitale dhe e kuptonë velin komë, ta kur ka qenë sin, ta kuptonë, i ka po ato motrë, ta kuptonë me të bardhë, me lekët, thotë, kishtë kujtu se në gjennet, Allah në që kije me ekti, Allah si bo për gjennet. Kishtë kujtu se që alhamdulillah i në gjennet. Jo, kja mi stacioni po. So stacionën ato, po vare stacion, po rinjallja stacion, qëndrimin kom stacion, peshorja stacion, ardhja fletushko stacion, ura siratit stacion, e pastaj në gjennet, e pastaj ja ban like vetës. A më rëve shkur. Vazhdojnë like-et e Facebook. Pra të ledhë të ndërshëm, pejgamberi Allahu thot, ruju besat dush. Ruju. Amo, kaderit Allahu se një hi. Dhiq me një sen mund me ndryshu kaderin Allahu. Me shka me duha. Pra ta mirë po dime. Sikur pejgamberi Allahu thot, ti ruje sa dush. Amo nuk cjell dobi pse ruësh. Mos dilë në slik me oqën. Njëherë kishë në këtu një xhamin tonë para 2-3 vetëve, një shef të kabinetit një ministrit. Edhe njoni që gjithë dalë që e kuptonë të hoxha, ka mundësi që këtë slik mos më qitë në Facebook. Ta pse tha aja me administrao. Po përres ta me më pranu si polici pakum, a kuptonë? Polic. E mos shofim me ti se të në ti peti terrorist të bje. Tash hajde poshtë, hajde. Kur shti për poshtë, kur për shëtë, ki më në shëtë ka lip. Shefi kabinetit, ministri që të pi qaj, ki po prit të rërë se s'pe pranoj këto. Rujës të dush. Ani rujës, po thamë rujë. Vetëm se mos me ndo se ndryshon kaderin. Kaderin Allahu të ndryshon veç një sen. Pastaj, thot pejgamberi Allahu, din e vlezër, se duaja, luqja të sjell dobi para atë që s'ka ndodh dhe para atë që ka ndodh. Qishë e pëndodh? Para atë që s'ka ndodh musibeti, Allah doja të sjell dobi që e ban mos me zrip që i musibeti. Po nëse të ka ndodh musibeti, ka ro kanceri, apo? Do mi bo Allahu, si që ishtë dorë, s'ka sen të Allahu që i thot jo. Amo ka disa defekte, pse s'pranohet doj. Pejgamberi Allahu thot doja ngritet lartë në gjellë mjegla. Kaderi Allahu zbret për nalt. Musibeti zbret, doja ngritet. Tamam? Dhe këto takohen në qellë. Dhe shtinjen njëna me qëtër. Thot Ibn Qayyim, armiku i belave dhe miku i mirësive është duaja. Armiku i belave, çdo bela që e kindu ju, armiku i përbetuar i belave është duaja. Miku i mirësive
është doj, a më thot doja të ralloj. Pra vëllezër të ndershëm, doja tha të ralloj. Njona doja është më e fuqishme se beloja. Dhe ku të shkojnë qiell, doja ngritet të përpjet. Si raketa, ki po. Musibeti ku të më rrinja gjell, e ngren doja musibetin, e limenon, nuk be musibet. Rasti ditë të tip një kajmë, loj ditë i doave, doja është ma zaif, ka dalë për një zemre të likësht. Thot kjo e shtin, a mos s'ka kudret, s'ka fuqi, me nalë mos me ra, be ma let. A ka do dhe njerë? Ka do. Jesë sa mos da këshna kërije. Këtu ma morë kërije, në po ma morë diqka omën. A ka do dhe njerë ta ka shkel ka omën dhe një kërë? Ta për pak. Po ka që luti një notë 27, sigurisht, që i luti. Njoni tha, o që venit tha mirë, për këtën mirë, për ju po folën e këtën. Sa atyre si anisa për namazit e blejta kerin 0-0, me arë këtu, këtën pak, pedin jo, këtën. Këtë vim pak, këtën më galëzu se na, si jemi kush do, një tali, tha bashku, një guri, drejt e më bagash, tom ma boni ma prish i qemë. E këtë saj që i thuë, o që përnoj të ngo, qaj guri kur anis pi majet kodrës, ki guri anis me radhë në krije ti e po shqyqirë në bagaj të karo. E këptu doja, shkëtë me thonë doja, është doja më zaif, del për një mazdarke, për një natë në motë-motë. Që kjo është ajo e cila ta letëson musibet. Tamam? Mos ke njoni të më qu shpejt, ja, e patë. Shqyqirë qëllovë. Dhe këtu në ka ndonë në gjami, njoni i frakë mund. Me interesant, mas drejkë. Qa gje mori frakë? Mas stupit. Pra ta që ti mas stupit është një kacë, muni me votu ati. Që do një këpëtër mësë me mori në frakë që ti. Se sotit e të mori me në frakë. Pra ta këpëtër mas stupit mund. Mirë, për qëtë ko ka arë një mjekë, edhe ati drejkë e kështë të vënu. Tu ti të ishtë vënu për drejkë. Mrekulli. Mjeku në gjami, gjemat lija në gjami. E në veç atisë për përmeni atë mjeku se s'parjerën do shte ka orë. Rallë herëve në të më përmeni. A më ka dalë, ta fole drejkë. Allah e rujtë. Allah e ka bo se beb që që shpëton jetën. Për këtë ati e mund me të specialë, sa të ka me ishti, nota 25, sot tek, shakin i pare, mos leni mos me qute shpia. Krejt milon për gjamin, inshallah. A i një dakord për shpien Allahut, jo për mu. Për shpien Allahut kontriboni, si bini pishman. Pasha Allahun, ndoshta që kjo të bëmë dritë ditën e kiamet. Dhe me ditë se shtëpi Allahut, që këtë drita, sa kanë nevoj, kanë shumë ma shumë nevoj se shpia jotë. Të regoj Allahu se vërtet ka mendim të mirë se që këtan që i pelon ti me ma këthi me 10 herë. Allahu në lusmi me 1000 herë që ja kompenzoj gjithë ata që kontribojnë. Na për një motë kontribojnë që vazhdimisht sadakaja rrezshme. Bani një jetë për prindrit, për dekmit, për gjallë, për shkak se sadakaja është me hadith pejgamberit Allahu që i shkonë. E në lusim Allahun Azza wa Jall që gjithë ata që kena përcejlë për akiret, Allahu Azza wa Jall t'i ketë më shiru. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të sprovuarit, Allahu Azza wa Jall t'i shëron. Ato që kanë derte dhe gajle, Allahu Azza wa Jall t'i alargon. E dita dua thash me zaift, me dopt, be musibeti, amo ajo e letëson. E treta dua është baraz me musibeti. A di shka ndodhë? Tha pejgamberi Allahu në dhidhë, këto t'u dijet tha shtinë në ditën e kiametit. As doja se le meron, as musibeti s'lon udhë, për shkak se është urdhi Allahu, e as doja se le me zbri, thot shtijen njona me qëtër të ditë e kiametit. Për ata ka thonë Ibn Qayyim s'kam pas sen që ta afron të mirën dhe ta largon keqen më shumë se duaja. Mirë po, duaja ka mundësi thot që vonohet, apo ka mundësi që nuk pranohet për njënën prej tre arsive.
Thot, ose për çka se ndo kom behone. E di cila është behonje do? Do mu lut keq, me të nejmë dikush. Allah I qafën të theft. Abe më ka nejmë, në të nejmë. E ka me drejt jo, në të nejmë. Allahu se do ndo. Behonja e doas, Allahu nuk e ndëgjon doan që I ka gjunan. Me bova ki, kjo mu pas pranuna. Ku me di që shishmi të në nejmë nonët, apo? A di se në botën rabe unë kam po nona që I nejmë I fëmi që shtu. Shumë keqo. Amër e birë. Allah I të qofë në gjenet. Allah I të falë do pirje. Allah I të pasëro. Kështu I nejmë. Edhe na para afer, që ti para, po? Shire drejqi. Po ki ma I mona konë gjithmonë. Qafën të thepë. Shejtoni të ati thuja thepë qafën, jo ati, gjerita. Po që ashtu më kam zhuk, bo mësoj e gojë. Mësoj. Për këtë arsye, doja thot ashtë nuk pranohet e Allah që këtë do. Të dhe do, që se do në Allah. Doja keqe nuk pranohet e Allah. E dita thot, doja që del për një zemre, apo për gjume, e jo për zemre. Për zemre të likë. Ka thonë sikur që gjeta që del për haur. Dhe dhe këpëton, ati strella që I marrëshme? Kur shkon ma larga jo? Kur të ngrejsh ma shumë, apo? Si do mos penin kur e ko ma që të rëngu. Parat ka onë hadith, Allahu nuk e ndëgjon luqen doan që del prej një zemre jo të përqëndërua. Kush I pas ka pojt? A ti, Allah, po mirë ti kur ti lutesh, a I lutesh Allahut me zemër, ama me lëq zemërës në I të. Lëq jo me lëq zemërës, e shef, që ndohë. Problemi ku ta gjujsh, gjuje, dhejqën, drejt. Ajo ngritët sa më largë. Ose doja, thot, nuk pranohet për shka ka dhe një perde, dhe një penges. Që këtë perde duhet me largu. Cëlla penges? Ka thonën, krejt që miri ka, a lutë mirë, nga zemra lutë, a më gjënohe full. Ushimin haram, veshmbathjen haram, pirjen haram, qish me të ndëgju Allah? Atër e pëndohët Allah. Këte në defektet e mos pranimit të dos. Dhe këtë hadith në gjëre dhe pekri, thot për jamir Allahut, s'ka send tek Allahu ma ndershme se sa duaja robit të ti. A do me ndëru sot të ndërë. A ki e mendim të mirë me Allahut, po. A të bërë menja se Allahu nëse I li, Allahu s'tjepa. Ata sahabët kur ishin në Arafat, e pyti ka dhe I atë sa më kujtohet, një kolegën e vetë, njerëzit kejt ka ishin edhe u luqë. Edhe I thati, etë dreqë. Etë, që këta më rëmenja që të njerëz, me pas shku të një pasanik I madhë, bujar, mi trokit e dera. Na jep ka $1, ka €1, na jep ka €1. A e kështë e dhonë? Po e kështë e dhonë dhe I bujar, ka bol, kur gjose, kur të se pakon? Tha ta më rëmenja Allah ose I këtë e më prapa. Pse ti jetë ka këtim? Ose pse s'ke mendu mirë për Zotin tanë, ose pse ke pas një bella prej këtinve të rive që I përmen, ose doja ka qenë gjuna, ose doja s'ka buru nga zemra, ose ka pas penges. Penges a cëlla? Haram, ngronja haram, beshmbathje haram. Thot për jamir Allah, Allah është I pastër, nuk I pranon vetëm të pastër. Allah është I pastër, nuk I pranon të pastër. Pastaj ka thek një njeri që kejtë sebebët e doas I ka morë. Paramendoje, I ka grumbullu të gjithë sebebët që ka në hadith që Allah e pranon. Ka thonë për jamere Allah të akon një njeri cili akon duke udhëtar, doja udhëtarit pranon. Një. E di të thot flok shprishur të rup plunosur. Do thonë kështu, I vobekt. Ndoke I vobekt. Allahu ma shumë. Jemut do jedej ila sema, I ka ngrit dur të lartë. I ka ngrit dur. Ja Rab, o Zot, insistim dua. Thotë Allahu se ka pranuar.
Sahabët janë çudit. Krejt sebepet me morë mos me ta pranon Allah. Se ka pranon. A di pse? Thot për shkak se ki njeriu veshmbadhjen haram me rishfet. Ushqimin haram. Veshmbadhjen haram. Jetën haram. Qish me ja pranon Allah? Qish me ja pranon Allah? Për këtë arsye transmeton Abdullah ibn Omeri thot 3 njerëz kanë hi me një shpellë. Kanë dalën, kanë hi me një shpellë. Edhe ka fillu me murmuru, me vetu edhe me ra shi, atë shumë t'i një ratë se gurit jam shelë shpellën. Edhe kur kush nuk e di se këto 3 këtu. Dhe këto 3 kanë bo ma bet një me gjerë, ka thonë kush në shpërdon, kur kush se di? Telefon s'ka, val s'ka, celular s'ka, pa të ra rasti, njetën tonë ti me ra që shtu se ki qartë. E unë të regom sonde ju, si të sot për ju në të menon, me bo vaki, me ra në rast tragjik, qish e gjenë në rrugën e shpëtimit? A unë e kodin sot për ja të regoj. Përdore që këtë kod. Ha? Përdore që këtë kod. Nëse përdor, vallahi me metin shkërti, me metin mal, me qenë në aeroplan, në turbulenca, përmi turbulenca, nëse që këtë kod e ru, ma e men, vish ju e bëjë ka të zëjëson. Nëse mu pasha Allahun Azza wa Jell, Allahu di raste që e ka zbrit aeroplanin, a piloti ka vdek. A nuk të gjutë lajmë. Piloti ka vdek, aeroplanin ka zbrit, ka të eruën tamam, kanë shpëtu kejtë pasagjerë. A netën? Pak për para, këtere pak, këtere lejnë dërvish pak. Kush e zripi aeroplanin? Që ki kotë. Që ki kotë e ka zrit. Po, be tash, kupton, normal e ekipasisht, kupton e piloti, kupton e ekipasisht. Bravo, pilotit i fort, bravo. Eto kur po bin, bajs karakoni fort, apo? Për ata duhet, se Yunusi a.s. mos me pas qenë, Allahu thot, pej ibadet gjive, kishte e met sot e kësaj dite, pej nga meri Allah në barkën e pesh, kush e nëzjori Yunusin prej 3 rësirave nga barku i peshkut, ki kod. Kjo kod është një vepër e cila është mes teje dhe Allah, që kur kush nuk e di. Bane një punë veç për Allah. Shkone që ma stupit, voton veç Allah e ti. Ko dhe më dhomi shkone guma, interesant. Së më kujtojnë që shembull. E di cëllë janë? Veprat e tua të mirat e Allahu më ndërmjetësu. Këto 3 kurina ti thot, a kini marrë dhe një punë të mirë se na që tu më e patë e jojnë. Njoni për atinë dhe thot, unë e një punë e kam bënë për Allah. Hajde marrë njësja thot, lutju Allahu tanë, po lutë me Allahu, Allahu me lutë. Amo, Allahu e donë, gjithashtu, me vafru, me thonë, o, Zoti madhë, kur e kam bënë që këtë punë, vallahi, kur ja kam kri, filonit, e kam bënë për Allah. Ani se s'ma ka dit, ma ka përbus. Unë kur i kam thonë ati pozit, ati? E ka bo unë e këpëton të janë gjesë dorën, a më të najmë ka shkele, ne të më shkele. Këtë kja bonusi jem, këto bonusa runi, që këtë janë kodi, bonus. Thot ja Arab, thot unë e kam posë zakon se herë që i delet, i kam jelën, mas pari prindrit, i kam thonë qumshin e pas të i fmive, një natë për natë dhe i ma bonuën, të e kërku një dele. Deri sa ku më arë në shpik, e pas e prindrit kishin fletën, e fmit qa ishin nga unë nuk ish në pareme, kish në njerë prindrit, e të në fmit kam qëndru. Mis gju ato, zdojshnë me aprish gjumin, kam qëndru, te ko katire deri në mëngjes, kur kanë quen mas pari atinve, i kam ushqi, e pas të i fmit e mi. O Zoti i madh, nëse këtë respekt, këtë nder, e kam bon për hir tonin, që më ki urnu, mi respektu prindrit, o Zoti i madh në lajgo këtë ratë të gurit dhe në gjenjë rrugën e shpëtimit, a qelë pak ratë të gurit. A mua pa të ndolsh, që jo pa të qelë vich pak. Djetarët e adikti thënë, a di pse a qelë vich pak? Mi galzu se tash e keni gjetë kodin, vazhdo, u qelë, deri një parë. I thot ti, elbet mara ti mos ki, thot po. Cilën e ki? Tha unë e kam ndash një vajzë, tha që mend më lishi. Atë shumë e kam ndash si, ondra, që u të keshtu mo vetë verasi për ta. Amo kur qish së nëbish në lidhje me ta. Së pranoj, deri sa, një vit s'kamje ma dhe kjo erdh me më li borgjë mu për të mbije tu. Edhe ja kush zove, 100 dinar, me kush që ti me mu me bon zina.
Ajo urvat që mos të nështrohet e detiru uria e detiroj. Mirë po tha kur u vetëmu ma tha një fjallë. Tha kujdes, mos e vi gishtin tanë në nazën e qëtër kujtë se ka zotë që të shef. Thot pasha Allah, ja kam falë dinarët, edhe jam grit, jam distancu nga jo vetëm për Allah, o Zoti i Madh. Nëse këtë e kam bo për Allah, o Zoti i Madh, largon e racën, u largu edhe pak. Treti tha, o Zoti i Madh, ka pas unë një çoban, i ka rujt dhënë të mija me parë. Mirë po rrogën e fundit se pa të morë. Shkoj hu, në trakë se një pishtë. Edhe tha unë ja blejta një dele. Ajo dele u shumë. Tana ja blejta dhe një lo. Pastaj ja blejta dhe një dele. E bo bilik. Mas 10-15 vetëve ka arë ki punëtori jem, i cili e kishtë tha o filan, tha, pa të metë borë që ka që, a ki mundësi me donë? Tha o filan, tha, kerej që në duhet. Tha t'ja pullun me mu. Tha pasha Allah, unë tha qatë pasurin tonë, tha që tu e kam bo, ta kam kultivu se jo që janë sa shenja. Tha i murë kerej, nuk la asë gjo. Tha o Zoti i Madh nëse kam bo për ty, që punëtori si kam in hak, shefit si kam in hak. O Zoti i Madh nëse kacën e ti e kam rujt, sikur se me qenën qepi jem, sikur dritat e sinit tim, o Zoti i Madh, largoj, tha Allahu e largojnë dhe dulëm shkutu. Këtë hadith dhe transmeton Imam Bukhari Muslimi, që pejgamberi Allahu na transmeton, kjo ka ndodhur te Ben Israilet vërtet, që me tregu se sa e fuqishme është duaja e në veçanti ku ndërmjetëson tek Allahu Azza wa Jall me vepra të mira. Për këtë arsye këto bonuse runi, këto të duan. Kja mesazhin, këto bonuse duan dhe kërkesat, nevojat e tua paraqitja Zotit tan dhe ke mendim të mirë për Zotin tan, do ta shih se si Allahu të përgjigjet. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.